nëse i bën be fëmin rrajshëm, që nuk të tradhton, po prap tradhton në haram, a ka gjëna për fëmit? O moj motër, shumë kjo pyetje e lyp një përgjigje të shumë anshme. E para nuk bën mi bën be fëmit, as rrajshëm, as pa rrajshëm. Nëse i bën rrajshëm ka dy gjunahe. Një që i ka bë be fëmit edhe dyta që i ka bë rrajshëm. Nëse nuk i bën rrajshëm, po i bën drejt, atëre ka një gjuna. Mi bën fëmit be ose çka do tjetër përveç Allahut, pra mu betu ndikën tjetër përveç Allahut, është shirk i vogël. Është ma gjuna se sa qatë amoralitetin që e ka bë burrit, qatë tradhtin që ta ka bë ty, është hala ma gjuna që po t'i bën be fëmit. Edhe nëse nuk i bën rrajshëm. A e kupton sa rrezikshëm është me u betu ndikën tjetër përveç Allahut. Kjo e para. E dyta, a është gjuna për fëmit? Për fëmit nuk është gjuna, është gjuna për babën që i bën be fëmit. Është gjuna për ty, nëse ti i thu bëni be fëmit, vetëm be du të mi ba Allahun azza wa jall, du të mu betu veç në Zotin. Po edhe tjetra, më motë. Inshallah Allahu udhëzon atë bashortin tanë, e mush men, e nal lakmin haram, e mjaftohet veç me halal, se ai që o mësu me shku në për harame, ndash të në me bo be, ndash shka dush të në me bo. Ata vetëm imani, frika Zotit, imanin Allah, ruajtja prej haramit, frika nga xhehenami, veç aja nalë. Andaj, bandu ata Allahu që me përmirësu Zotit, mësë ishtin me bo be. Pastaj ti, qëfar vendime merë nësa i snalet, arrin me ta, asrin me ta, atë dahash atë qka, nuk është problemi jam. Në varet prej mundësijeve, rrethanave dhe karakterit, personalitetit të cilin ti e ke. Allahu ta le të oftoj motër, Allahut një moft, Allahut një moft, Allahumma amin.